Shpinë e pas kanë shumë të mirë. Unë s'kom dëgju ma herë të për të luan, desa për këta, për Cubot, deri sa s'më tregove ti, që kemi pas në storje, po këta janë Kek mu mas pare që amlam bresa, kur e pashto, paketimin e këshëm pas super të mirë, edhe me ndova që nëse e ka paketimin të mirë, atër sigur dhe më thonë ka me pas edhe diska brenda. Sot dhe të flasim për 2 telefona që vërtet i avlen për performancat që i kanë edhe për parët që i jepe me pagu në ako telefon. Na shumë shpesh keke din që mi pas senet mire, me pas pare të aman, edhe mës me këshyrë për pare, atër e din që ka iPhone-at mirë, ka Samsung-at mirë, 500-600 euro, po duhet me ditë qka me bon kër e kemë për shumë një budget pak ma të limitum. Në këtë rast, apo dalë mirë? Po. Okej, në këtë rast i kemë 2 telefona prej Cubotit, që i bjen edhe i sponsorizon tek Kosova, me performanca super të mira për çmimin që e kanë edhe për çka ofrojnë. Unë ndorë keke kam versionin X15 të Cubotit. Detajet, për shumë fotografi që e ki një vit ku që mrena njokë në këmish. Po. Që kam rrit ashtë foto, që këshyre këto. Prapë e ki versionin, dhe më thonë, pak ma të lirë edhe që e ka kamerën. Pak ma të lirë, po kjo është shumë... Që nuk e ka kamerë, edhe kjo është super i mirë, edhe vjen, dhe më thonë, aj verzion vjen me kamerë 8 megapiksel kamerën për mbrapa, ndërsa ky verzioni që ka mund, X15 vjen me 16 megapiksel kamerë, që është kamerë super e mirë, edhe në ndryshim ma dopt edhe në jashtë dhe mos fotografit i kishte briljante. Të më thonë, ama veç pak edhe qëto që dalimi, kjo është më i madhë, kjo është full high definition, që kjo tjetëri që e kom ndorë, që kjo i madhe është full high definition. I madhe është full high definition, dhe më thonë me rezolucion të ekranit 1920 me 1080p. Taman high definition. Taman full high definition. Me ekran 5.5 inqa, që ekrani 5.5 inqa, dyqysh ta kryon atë ndjesin që mund është pa kufar problemi, dhe më thonë mi pa dhe senat që janë ma të vogla, e ashtë ma shumë edhe rezolucioni të e për i madhë të e një ndjesi të mirë, të kualitetit të lartë, po. Njëjta malësi si Note. Po shtash kur ta krasoj me Note-in për shembull, në pamje ka dizajn të shkelqyshëm kësha mujtë me thonë, performanca paravorësisht njëjta, edhe kur ta krahason që vjen me çmim paravorësisht gjysmë për gjysmë me Note-in, atëherë është telefon që për një me ja vlen. Krahasuar edhe procesorin gjysmë për gjysmë, 3 fish ma lirë ka. 3 fish po, 3 fish ma lirë se Note-in. Do të thonë ky i madhi me high definition krejt kushton sa kushton. Ky do të thonë 210 euro është në treg deri në 220 euro në tek Kosova. Tek Kosova. Po, i cili është distributori kryesor edhe i Cubotit për Kosovë. Cubot e ka në telefoni Cubot shkruhet, edhe dizajn e mirë, edhe mrapa, edhe kur ndjenin e mirë në dorë. Cubot e ka emrin edhe tek Kosova është përballë Hotel Bacit, apo jo? Po, përballë Hotel Bacit. Ky i vogli sa kushton? Ky i vogli është 135 euro, që është briljant për çka ofron. Do të thonë ka 8 megapiksel kamerë për mbrapa, 5 megapiksel kamerë për para. Që do të thotë që të dy, do të thonë të dy versionet janë kushtuar rëndësi tepër të madhe selfieve, tu e pas parasysh që tash nëse do bëjmë selfie, edhe sidomos versioni X15 kamerën për para e ka 8 megapiksel, që do të thotë që është super mirë. Përveç këtyre performancave, të dy versionet, po flasim për X15 që vjen me 4G sistem, me 4G, do të thonë internet të shpejtë. Këtë shpim me 4G. Po, plus edhe verzioni i lirë, nëse kisha mujtë me shuj, dhe më thonë X12. Jo i lirë, po shumë i lirë. Shumë i lirë, vjen me verzion prap 4G. Njëherit është telefoni ma i lirë që kumë pa në treg me 4G sistem. Përveç krejtyre të mirave që i kanë këta të dy telefona, përveç tjera zhvin edhe me 2 SIM kartela. Po, dual SIM. Po, dual SIM janë të dytë mujnë me pranu thire në të njëtën... Dhe thonë, njënin mujnë me pas telefonin e punës, në tjetërin telefonin personal. Të dytë vinë me procesor quad-core sistem, që do të thotë, njëni do më thonë vjen me 1.3 quad-core, X15 që po foli, ndërsa X12 vjen me 1.0 quad-core. Taktin e kanë pak ma të ullët se normal, po që do të thotë, kjo ka bo që këta, dhe më thonë, me kursym bateri edhe me majtë baterin shumë atëpër. Në lexova një vend që derin 7 orë për mbaj ke baterin, 7 orë me ekran të hapur, dhe më thonë, të nkonë në veprim. Po,
Që është mbreslënse për telefona sot, se nëse e mban 7 orë me ekran të qelun, atër me përdorim normal ishtë dashtë me mbaj diku 30 orë, ose diçka një ditë e gjysë ose ma shumë. 24 orë ka të garantuar pa kurrë problemi me majt, edhe nëse flasim pak ma tepër. Shumë mirë. 1.3 quad-core me... Vesh orën e pas kanë kesh. 2 gigaram, ora i ka me... Që një a gjitha një të kjeshe, ora ka 2.31. Edhe a mundet mund drejqë ora? Po, sigurisht. Vetëm do të mja automatik back-upin. Mirë. Po masi s'pat kur gjohi, s'mujtë mi gjetë, na gjithë i gjejmë telefonave diçka të keqe, thash duhet mi a gjetë të më thonë që orën e pas ka kesh. Po, orën e pas. Verzioni X15, dhe më thonë, është 1.3 quad-core, është me 2 GB RAM, që është mjaftueshëm për me hapë shumë aplikacione, mos me bloku, edhe vjen me, dhe më thonë, me hapësin të memoris 16 GB. A kena me abot tash edhe testin e goditjes, tramjes, në tokë? Jo. Mujna. Versioni lirë, masarë me cek, po në versioni X12, vjen me shmim vetëm 135 euro, do më thonë 2 kartela, quad-core sistem, me 1 GB, kamerë 8 megapixel me 5, edhe s'pëdy. Edhe kjo më pëlqen shumë që është për matë ndorë, se pas ka dhe pak prapavine vrasht, edhe shumë i mirë për dorë, atë? Po, ndërsa kë, mu dok që, nëjse kanë kopju pak, mu dok si HTC, edhe... Po, HTC, dizajn briljant. Dizajn briljant, performanca super të mira, për qmim tepër të lirë, kësha më thonë që ja vlenë. Do më thonë, kur nuk kemi budget 500 euro, telefoni ma e mirë, ose trafish ma pak se telefoni normal për atë pare, është Cubot X15 edhe X12. I kemë mundësi për X15, du të marë X15, së është ma e mirë. Po, veç është ma i madhë. Po, ma i madhë. është 5.5 inqa, mos me pas budgetin pak për X15, atër bazem... Qasë i hollë që mos me pas shumë kujtes, mund është mu prejnë ta. Faleminderit shumë, Liridan, do më thonë në Tek Kosova, aty shqitën këta telefona janë përfasus të këtyre telefonave Cubot. Lexohet, do më thonë, Cubot shkruhet në Kosovë, Cubot në Kosovë, në Tek Kosova, përballë Hotel Basit në Prishtinë.